Ky ishte Zoti Balliu, ju lutem. Fiks një fjalim, një flamingo nga Temi. Edhe më pëlqen shumë që keni disa ditë që ju zogjt e bufit ju duket vetja si flamingo, ose më mirë keni filluar të silleni si flamingo, edhe pse me respektin më të madh kush ju ka komanduar ju, kush ju ka autorizuar, bëni zhurmë sa doni, shkoni edhe në protest po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket 4 ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të 4 projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Ju një javë më parë dolët me krye drejtuesin tuaj, bufin e madh, dhe thatë që jeni pro investimit. Tani, kush është qëllimi i 4 projekt ligjeve? Ju jeni pro investimit apo kundër investimit? Ne jemi pro investimit. Investimi do të bëhet. Shqipëria nuk e ka luksin të humbi 4 miliard, sepse e dini pse bëni kaq shërak. Zonja që sapo foli, sapo citoi edhe tekstin e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, i cili dje doli dhe hapur e kishte shkruar shqip, se edhe ti se po më dukesh si zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit. Rama Hikta, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit. Dakor. Po ju të shkërkonin protest. E kuptoj atë djalin atje dhe ata 2 djemt atje, se ata atë punë kanë. Po mirë, dakor, pash edhe një deputete që mungoka, një deputete e Partisë Demokratike që thoshte, jemi këtu në protest kundër sistemit. Po kundër kujt sistemi? Kundër kujt sistemi jeni? Po një protest që thirret Sali Berisha në burg, edhe ju, pa dyshim. Ndërkohë që, jo, s'kemi fare ne, e para është që nuk kompleksohemi fare, sepse e dim fare mirë që kemi një kontratë me qytetarët shqiptar. Doli zonja këtu dhe tha, jemi për paketën e integrimit. Sa u votua paketa e integrimit, mori vota pro të gjithëve që do kaloj, nuk ka lidhje fare me kalendarin dhe programin. Ishin 2 ligje që i solli qeveria me procedurë përshpejtuar, u votua, s'kishte as i vot kundra. Se ju nuk e keni mendjen në mësim. Ju se keni mendjen në mësim. Ne jemi këtu, ne do ta vazhdojmë detyrën tonë që kemi ndaj integrimit, jo ditë, po orë për të humbur nuk kemi për t'i votuar dhe diskutuar ligjet e integrimit. Ju, derim tani për ta ditë, ende nuk e keni votuar asnjë ligj që lidhet me paketën e integrimit. Djen konferencë kryetarëve, me që e kërkuat, u a kemi depozituar dhe dorëzuar zyrtarisht nga Ministrja për Marrëdhënie me Parlamentin paketën e ligjeve të integrimit. Ndërkohë që ndatë se vini votoni, ndatë se vini nuk votoni, kjo pak rëndësi ka për ne, që t'jemi të qartë për këtë pjesë. Sa i përket edhe njerë 4 projekt ligjeve që keni sjell, na thatë dje në konferencë kryetarëve që do sjellni kërkesë për procedurë përshpejtuar, nuk e keni sjell. Megjithatë, po ju a them në emër të këtij grupi parlamentar, të 4 projekt ligje tuaja do rrëzohen, kurdo që t'jetë data, dhe se projekti në Zvërnec do të vazhdojë dhe Shqipëria do të ecë përpara drejt anëtarësimit të Bashkimit Evropian. Faleminderit, kalojmë procesin e votimit.
Votimi hapur me karton. 1 minutë se jemi në proces votimi. Zoti Shea, jemi në procesin e votimit. Urdhro? Po s'keni pra të drejtë të flisim kalendarin, sepse rregulloria parashikon dy fjalë, 5 minuta pro, 5 minuta kundër, kaq. Nuk flet dot pra sepse ka një rregullore. Hedhim në votim programin e punës dhe kalendarin e punimeve të kuvendit periudhën 15 qershor 3 korrik 2026. Kush është pro? Kundër? Abstenim. (75) pro, 22 kundër, abstenim nuk ka. Miratohet. Numërojnë edhe njerë se ka pretendim që s'janë 22. Sa janë? 24 me votimin, me numërimin e dytë, pasi të jesh prezent në sallë nuk do të thotë se voton. Ju lutem ngrini kartonin, votimi është me karton. 24 kundër. Programi i punës dhe kalendari i punimeve të kuvendit për periudhën 15 qershor 3 korrik 2026 miratohet. Ju njoftoj se në mbledhjen e konferencës kryetarëve u diskutua dhe mundësia e shqyrtimit të përbashkët të dy interpelancave me ministrin e mjedisit zotin Sofian Jaupaj, por nuk u arrit mirëkuptim. Konkretisht bëhet fjalë për interpelancën urgjente me ministrin e mjedisit zotin Sofian Jaupaj, të kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, depozituar në datën 2/6/2026, si dhe interpelancën e deputetit Redi Muçi, depozituar në datën 19/5/2026. Duke qenë se dy interpelancat kanë objekt të ngjashëm, u propozua shqyrtimi tyre në mënyrë të përbashkët, por ky propozim nuk gjeti dakordsi në konferencën e kryetarëve. Në bazë të nenit 89, pika 2 e rregullores kuvendit, kur deputeti kërkues nuk bie dakord me mendimin e kryetarit, çështja i paraqitet kuvendit në seancë plenare, i cili merr vendim me votim të hapur dhe pa debat. Hedhim në votim. Jemi në mes të votimit, nuk mund të ketë, nuk ka debat. Nuk ka debat, thot rregulloria, nuk ka debat. Nuk ka debat për votimin e bashkimit të interpelancave sipas rregullorës. Vetëm kur refuzohet ka debat, sipas rregullorës. Hedhim në votim që interpelanca e deputetit Redi Muçi të shqyrtohet në këtë seancë plenare, si dhe të shqyrtohet një herësh me interpelancën urgjente të paraqitur nga deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kush është pro, kundër, abstenim? Pro. Do flasësh pra të mbarojmë dhe do flasësh patjetër. Jeni regjistruar këtu për procedurë. Pro, kundër, abstenim. Fjala procedurë nuk është për të shpjeguar arsyen. Ju lutem ngrini kartonin edhe një herë.